Në ditën ndërkombëtare të librit për fëmijë në bibliotekën Shefshet Musaraj në Vlorë, është qelur një ekspozit me librat më të mirë të shkruar për fëmijë, me të cilët janë prezantuar nxënësit e klasave fillore. Gjithashtu, si pjesë e kësaj dite është organizuar edhe një takim bashkëbisedimi mes fëmijëve, shkrimtares Anila Toto, por edhe stafi drejtues të bibliotekës. Iltana Koleka, drejtuese e bibliotekës Shefshet Musaraj në Vlorë, duke treguar një pjesë të historisë se si kjo ditë u shpall dita botërore e librave për fëmijë, tregon se ka për qëllim afrimin e fëmijëve drejt librit, por gjithashtu edhe bashkimin e botëve, kulturave dhe traditave. Sipas Kolekës, aktivitetet të tilla kanë për qëllim nxitjen e fantazisë dhe krijimtarisë tek fëmijët. Është dita ndërkombëtare e librit për fëmijë, e shpallur në vitin 1967 nga një rjet i madh letrarësh dhe sidomos të letërsisë për fëmijë që është bordi ndërkombëtar i librit për fëmijë. Idea është hedhur nga Gjermania Jela Lepman në vitin 1967, jo vetëm për të ruajtur letërsinë për fëmijë, por qëllimi kryesor është të lidh kulturat e popujve, të lidh fëmijët e të gjithë popujve në të gjithë botën, duke qenë se ka që prej luftës së parë botërore, po dhe më përpara flasim shumë herët, dhe se Jela Lepman vjen nga lufta e dytë botërore, ajo kërkon një paqe. Kërkon një paqe dhe kërkon ta bëjë nëpërmjet letërsisë për fëmijë, nëpërmjet librit për fëmijë, nëpërmjet nxitjes së imagjinatës dhe paqes së fëmijës. Që i cili po të rritet me paqe, me imagjinat, me libër për fëmijë, me libër cilësor, atëherë do të ngrihet një qytetar i kulturuar, do të ngrihet një qytetar i qetë dhe nuk do të kemi as luftra, ndoshta, dhe as gjykime dhe paragjykime, siç ishte Andersen në konflikt me veten e tij. Prandaj quhet dhe babai i prallave moderne, se jo vetëm që ka bërë prallat nga më të bukurat që ekzistojnë dhe sot e kësaj dite dhe më cilësoret, por edhe ka shprehur të gjithë botën e brendshme të tij nëpërmjet ndryshimeve dhe metamorfozës që ka hedhur ai në ato pralla. Jo vetëm si shkrimtare, por edhe si mësuese, përgjatë bashkëbisedimit, Anila Toto thotë se çdo ditë përpiqet të edukojë fëmijët drejt librit. Sipas Totos, kush i do librat nesër do të jetë një njeri më i mirë dhe do të trashëgojë dashurinë për letërsinë ndër breza. Historia e librit filloi me tregimet gojore të cilat transmetoheshin nga brezi në brez, nga prallat, nga mitet, nga legjenda dhe fëmijët i kanë lexuar apo jo fëmijë. Ai kemi bërë këto. Dhe pastaj ne kemi prallat e Ezopit të cilat na shoqërojnë dhe ne të rriturve në çdo çast të jetës, atë fëmijën apo dhe të rriturin brenda nesh, i cili ka nevojë qoftë për një mendim, për ndihmën, për elemente të bukura artistike që gjejmë brenda tyre. Përpiqem çdo ditë të edukoj fëmijët dhe nxënësit e mi me dashurinë për librin, për leximin, për shkrimin e bukur shkrimin, që ata kur të rriten të duan të shkruajnë, që ata kur të rriten ta ndjejnë atë që janë duke bërë. Atë që ndjejnë në jetë, ta hedhin në letër, ti thonë dhe brezave që do vinë më pas, çfarë kanë jetuar dhe si përjetohet ajo. Autorët më të mëdhenj në kohë na kanë dhënë mesazhe shumë të forta, të cilat ne përpiqemi t'ia u transmetojmë fëmijëve, por me evolucionin e jetës ne shikojmë se bota po ndryshon, kështu që do kërkohet nesër nga këta fëmijë të shkruajnë një libër që do të mbetet në historinë e tyre. Vajza që kemi këtu shpesh herë krijon tekste shumë të bukura dhe unë kam menduar se në të ardhmen ajo do të bëhet një fëmijë që do të shkruajë. Në klasën do kemi disa fëmijë të cilët shkruajnë, por dhe lexojnë dhe shkruajnë në mënyrë paralel. Ne flasim për librin me dashuri sepse është miku ynë i heshtur, miku ynë prej letra që na bën sa do të vegjël të jemi, të jetojmë një aventurë të bukur. Ndoshta nuk kemi mundësi për të jetuar të gjitha, po ne mund të ndërrojmë brenda tij, ne mund të jetojmë brenda tij dhe të gjejmë veten aty ku ndihemi më mirë. Një kohësisht na qetëson botën psikologjike, elementet shoqërore, dashurinë për prindrit, na edukon gjuhën e bukur, na nxit të flasim më bukur me shprehi, të përdori një fjalor më të mirë, mendimin, idetë dhe gjithë jetën e tyre. Për aktivitetin nuk mund të mungonin edhe recitime nga vetë nxënësit e shkollave.
Unë kam lindur në një rrezë drite, prandaj shpesher shihni se shkëlqej. Mos u merakosni nëse të kurem e venitem, kam bërthamën e brenda ndrisi diell. Unë kam lindur në një mali, aty ku ulen, ngren folen shqiponjat. Rokullisem e më rëzon acari, por më ngren lart e më lart zotat. Për hir të fëmijës një kub verë të mbys gëzim e mallkim pa gjak. Për hir të fëmijës një plag në zemër. Për hir të fëmijës një sedër, plag. Për hir të fëmijës vetes lufti hap. Merr pak zë nga zëri im, këngën tënde të këndosh. Merr pak forcë nga shpirti im, ëndrrën tënde ta jetosh. Sa shumë dashuri, mes lotësh fshen nga ata sy. Merri krahtë e mi, të fluturojmë të dy. Sa shumë mirësi, nga shpirti ynë buron. Jeta merr kuptim kur ke një dorë që të shtrëngon për gjithmonë. Dita botërore e librit për fëmijë është shpallur edhe në nder të Hans Christian Andersen, i emërtuar edhe si babai i përrallave moderne.